Politikisht, në këtë situatë, LSDM-ja edhe pse ka prit ma mirë, mund të arsjetosh se ka një farë pozitiviteti te pala maqedonase, se e dënoi VMRO dopo mënen, mirë po nuk i tha LSDM se jam i gatshëm të ta ja përkrajem përsëri. Kjo është ai votuesi që ka qëndru në shtëpi dhe ai votuesi i fenomeni tjetër që ka shku në listat pavarura ose themi në subjekte tjera edhe pse nuk ka ende një analist të thellë. LSDM-ja nesër, jam i bindur që mbas dinëntorit kryetari Renko Filip që do thirrje mbledhje të bordit ekzekutiv, pastaj edhe të bordit qendror, pasi ashtu ndahet me statut LSDM-ja, dhe në bazë argumenteve, debateve brenda partijake, besoj se do dalim me një ofertë konkrete dhe une nëse në 8 maj si një qytetari, o si një aktivist, o si një funksionar i partisë sot, mund të thoja se VMRO-ja ka marrë një hodhë dhe nuk do të ndalet. Kjo u bo ajo tremba e çdo qytetari, e çdo politikani, mirë po VMRO-ja shihni me 19 tetor dhe unë besoj që nuk do ta ketë përkrajen e banorëve në zgjedhjetarëve ardhshme parlamentare